Kuajt janë krijesa të veçanta. Për një periudhë të gjatë, ato kanë qenë shumë afër njerëzve, duke na shërbyer për transport para se të lindnin automobilat. Për shkak të bukurisë së tyre dhe elegancës me të cilën lëvizin, ata edhe kanë frymëzuar artist e poet. E në për shumë vende të botës janë krijuar stalla të veçanta për ta, por një gjë e tillë ishte e pazakon në vend. Mirëpo, tani edhe Kosova posedon ranqe, ku mund ta gjejnë veten të gjithë adhuruesit e kuajve. E për të kënaqur ata që pëlqejnë shfaqjet e tyre, është përkujdesur një eksperte e kuajve nga Anglia, Lindsay Dean, e cila është ftuar t'i trajnojë kuajt në Joni Ranch në Kamenic. Hello, my name is Lindsay Dean. I am from England, and I am an Arabian horse trainer in the UK. So I show and train and produce Arabian horses for the show ring. A mutual friend of mine and Neji was in contact with me and asked if I would help to help these people bring the Arabian horse to Kosovo and to make it normal, and to train the horses and to train the staff, and to help with getting the Arabian horse established so that people recognize the Arabian horse in Kosovo from all over the world. Training a horse is easy if you know how. So we make the training fun, and we make it so that the horses always enjoy and they are rewarded for when they do good things. So we have to make them stand in a certain position, and we have to place their feet, and then we have to make them give their neck, as you will see from the standing pose of Elizar. And this for the show ring is very good. Yes, so I am here for, I think, in total 16 days. And already we make progress with the horses. We have trained many horses. Elizar is an example. He already becomes a show horse, and there is also some younger horses we have trained, and some older horses. So it's making good progress in the time I have been here. Kosovo as a place is amazing. The people are so friendly and so welcoming. I have never been to a place where the people make me feel so welcome, because they make me feel like the family. Trajnimin e Lindsayt ka pasur fata shumë nga afër Arbëri Sufi, I cili synon që një ditë t'i ndjek hapat e saj. Një herët Arbëri është I pari në vend, I cili kryen një trajnim të tillë. Kjo eksperiencë që po përfundon 2 javore ka qenë shumë e mirë për neve, jo vetëm për mua, por për krejt stafin, edhe jo vetëm njohuri për trajnimin e kuajve për show, po gjithashtu edhe për njohuri ndaj kuajve arab, sepse pa marrë parasysh dëshirës që gjithmonë e kena pas gjithë ne për kuajt arab edhe dashurin për ta, shkaku që në Kosovë nuk ka pasur më herët kuaj arab, neve ne ka limitue që me pas njohuri më shumë për të. Gjithashtu unë jam edhe personi I parë në Kosovë që përfundon trajnimin për ushtrimin e kuajve arab, edhe shpresojmë së bashku me Joni Ranch që me shku në për shumë show në për të gjithë Evropën apo dhe të gjithë botën. Karakteristik e Joni Ranch janë pikërisht kuajt arab, të cilët pronari këtij ranchi, Nejmedin Hiseni, I ka sjell nga Belgjika në Berivojc të Kamenicës. Me një formë të veçantë të kokës dhe bishtit të lartë, kali arab është një nga racat e kuajve më të bukur dhe fisnik. Por sa larg mund të shkojë dashuria ndërmjet kësaj kafshë dhe njeriut? Dashuria për kuaj ka një qysh moti,
kur kam qenë si fëmijë, dhe tash ka vazhdimisht dhe kom arrit atë dëshirën që e kom pas janër. Kjo është Elizari. Elizar do me thonë është mrekulli e Zotit, emri Elizar është mrekulli e Zotit, kështu që dhe kjo është një mrekulli e Zotit. Elizarin e kom le në Belgjik, ka qenë shampion në Amerikë, të Amerikës është transferu në Belgjik, të Belgjikës ka ardhur në Kosovë. Fillumisht kur e kom pa Elizarin ka qenë ma i ri, para një vjetë, tash i ka 3 vjetë, atër ka qenë 2 vjetë. Qatë shumë im dashuru që gati çdo ditë kom shkue në Belgjik me vizitu Elizarin. Kom pas një kohë gjatë, deri kom pru në Kosovë, po kohën më të madhe e kom shkue në Belgjik të shku me vizitu këta. Unë Kosovën e du shumë edhe pse jetoj jashtë, edhe pa pas në diçka në biznes tjetër, ku marrë shumë Kosovë, dhe më ka lindë ideja që të bëj diçka, ta rrës fermën edhe me kuajrak që të transferej këtu edhe të bëj diçka ma shumë. Tash kemi ranqin, kemi edhe restorantin, më dhanë që ju ofrojmë klientëve tonë shumicën gjitha senet që ka i nevojitet për qytetarët tonë. Po unë synoj në të ardhmen që të mujmë ta bëjmë një show në Kosovë, që të kemi vizitorë edhe prej jashtit, prej botës, tracës arabe, të kuajve, dhe mendoj që të ardhmen të mujmë një show sa më të bëjmë, po edhe të marrë pjesë në Evropë, në kuajt e një qika. Ranqi ka komplet afër 30 kuaj, vetëm kuaj arab janë mbi 20 kuaj për momentin, po prit me këtë vetë të shtomi edhe me 5-6 kuaj. Përpos argëtimit me kuaj, ushqimit tradicional, nga Joni Ranç mund të soditni edhe pamjen e bukur të qytetit të Kamenicës, e cila nga ky vend shihet sikurse në pëllëm të dorës.